do ta fitoj dhe këtë betejë për gjithë demokratët që më votuan primare, për ato 655 zemra demokratësh dhe për të gjithë qytetarët e Tiranës që më kanë shkruar dje dhe më kanë ofruar mbështetje të jashtëzakonshme. A mendoni se ky ishte një ndëshkim nga Sali Berisha se nuk ju bashkua që në fillim atij? Jo, fare, nuk e mendoj. Partia Demokratike bëri këtë listë për Tiranën duke pas parasysh disa faktor, nuk është se në atë listë ishte ndoshta dikush tjetër që doli më i votuar se mua. Ky ishte një vendim politik i kryesisht. Unë kam pasur një diskutim të gjatë me zotin Berisha për sa i përket listës, edhe kjo ishte një zgjidhje për mua. Po mund ta dim çfarë ju tha? Kur ju dha argument që nuk do jeni në listë? Tash diskutimet e partisë i lëm te partia. Sot jam këtu edhe në parlament për të folur në ditën e fundit, ashtu siç kam folur çdo ditë, ashtu siç do flas në shtator, se kjo është më e rëndësishmja. Do të vazhdoj, jam e bindur që unë do jem deputete e Parlamentit të Shqipërisë, kam mbështetjen e Partisë Demokratike, kam mbështetjen e të gjithë strukturave të partisë, kam mbështetjen e të gjithë atyre që deri më sot i kam përfaqësuar në parlament, profesionistëve të lirë, të shtresës mesme, të familjeve shqiptare, dhe do të jem në këtë parlament për të qenë përsëri deputetja më aktive siç kam qenë 8 vitet e fundit. Shumë faleminderit.